Janë shumë faktorë. E para është mungesa për një kohë gjatë të reformave strukturore ekonomike, së dyti rritja e konsumit. Parja që është shpërndarë nga qeveria e Kosovës për rritjen e pensioneve, pagave dhe këtyre ndihmave sociale që janë sidomos këtyre, do të thonë, dy zgjedhjeve të fundit që kanë ndodhur. Ardha e remitencave nga diaspora ka rrit konsumin shumë, si pasojë rritjes së konsumit natyrisht që është rrit edhe inflacioni. Edhe prodhimi vendor nuk është shumë konkurrues në raport me produktet që vinë nga importi. Unë konsideroj si ekonomist që një shtet i cili nuk ka prodhim dur, atëherë kjo hyn edhe në fushën e sigurisë kombëtare. Prandaj institucionet e Republikës Kosovës në vend që të angazhohen për poste politike, do duhet që të investojnë në prodhimtari, jo vetëm me aspektin deklarativ, siç ka qenë deklaratat e fundit të kryeministrit Kurti, por të investohet realisht dhe të ulet mundësia e blerjes importit të parave jashtë shtetit pa arsye të duhur. Kosova nuk po arrin që të gjejë një rrugë duhur në mënyrë që të eksportojë produktet e veta, përveç disave që tashmë janë në treg janë pothuajse jashtëzakonisht mira në arenë ndërkombëtare, siç është Frutexi dhe kompani tjera të cilat merren me çështjen e perimeve. Prandaj konsideroj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që institucionet të rrisin edhe kapacitetin e eksportimit të produkteve të Kosovës në arenën ndërkombëtare duke përdorur diplomacinë ekonomike, gjë që në 5 vitet e fundit pothuajse ka qenë inekzistente. Por, çka është shumë e rëndësishme për ne është fokusi i rritjes së zëvendësimit të mallrave të importuara në përgjithësi, ndërsa fokusi i uljes së deficitit tregtar që po pajtohem është i lartë dhe ne na jep një presion dhe një shtytje të veçantë fakti që duhet të punojmë më tepër për promovimin edhe të prodhimit vendor, edhe të zëvendësimit të mallrave të importuara, ndërsa hapi i parë dhe më i shpejt me cilin jemi duke bërë analizat që mund të zëvendësojnë produktet e importuara ka të bëjë me gjitha kontratat në prokurimin publik. Do të ishte e tepruar sikur përmes kontratave në prokurimin publik para prodhimeve vendore t'u japet përparësi prodhimeve tjera të importuara apo shërbimeve. Por me këtë duhet në gjithë spektrin e ndihmës për prodhuesit vendor, duke filluar nga rritja e cilësisë, kundërshmëria në çmime dhe masa tjera. Gjithsesi në totalin e importeve të përgjithshme të Republikës së Kosovës, Serbia, nëse nuk gaboj, nuk është as në 10-shën e parë. Në krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ka pasur një rritje të lehtë, megjithatë ajo ka të bëjë për shkak të disa specifikave me materialin ndërtimor dhe problemeve që janë shfaqur brenda këtu në Kosovë, me të cilat jemi duke u marrë intensivisht në raport me disa industri. Por në përgjithësi, konsumi i mallrave të përgjithshëm nga Serbia nuk është në rritje dhe ky është lajm pozitiv. Ka shumë, domethënë, një pjesë e bizneseve dhe qytetarëve ende furnizohen nga Serbia. Kjo, domethënë, është si thotë qytetarët serbë që furnizohen drejt nga Serbia, por edhe një pjesë e produkteve që prodhohen në Serbi që i dedikohen tregut të Kosovës janë të subvencionuara për të hyrë në tregun e Kosovës, po edhe faktori i tretë që është Serbia investon shumë që të jetë prezent me produktet serbe në Kosovë. Domethënë ka një buxhet të jashtëzakonshëm që e ndan për biznesin vendas, edhe promovon shumë biznesin, domethënë që të eksportojnë në Kosovë. Para do duhet një analizë thellë. Jo vetëm dikasterit qeveritare, qeverisë dhe e ministrive veçanta, por edhe asociacioneve, odave ekonomike, edhe ekspertëve të ndryshëm, me qëllim që, si thotë, ta bëhet një analizë e thelluar, edhe të hetohen ku janë ato probleme të cilat po na i shkakton Serbia me ekonominë e Kosovës. Cilat janë ato produkte që mund zëvendësohen e që sot importohen nga Serbia, edhe cilat grante, në cilën sektor do duhen grantet e Kosovës të orientoheshin me qëllim që të rritej prodhimi vendor edhe të zëvendësoheshin ato produkte. Prandaj është ajo çështja do të jetë shumë dimensionale. Nuk ka shkap magjik. Është strategjia fatgjate, por me hapat konkret. Domethënë sot bëhet ky hap, nesër ai hapi tjetër edhe kështu me radhë.